أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. Tedashur xhamatli, vëllazën shumë të nderuar dhe të respektuar, të gjitha falënderimet dhe të lavdit I takojnë vetëm Allahut Dhul Gjelal, I lutem dhe I përgjerohem madhnisë ti. Shumë selame dhe shumë salavate I adresojnë për vullën e pejgamberisë, për Muhammedin a.s. shpëtimtarin e njerëzisë, rahmeten lil alamin, mëshirues dhe rahmetëgji për botrat në përgjithësi. Këtë llogat Allahu ja ka dhuru dhe me këtë llogat Allahu e ka nderu. Prandaj jemi të nderuar që jemi ummeti I tij. Shumë selame shokëve të tij, e shumë selame para se gjithash familjarëve të tij, e shumë selame çdo besimtar në fytyrën e tokës, I cili dhe e cila nuk I bën shoq Zotit vet deri në kiamet. Prandaj do të qëndrojmë duke kërkuar ndihmën e Zotit ton edhe na si popull, si ummet. Vëllazën sot në porosi direkte nga kreu bashkisë tonë islame, na duhet patjetër gjithë xhamatit tonë t'ja citojmë dhe t'ja lexojmë porosinë e kësaj xhumaje që lidhet me ngjarjet e fundit në vatanin tonë. Të dashur besimtar, në dritën e zhvillimeve të fundit dhe të arrestimit një personi të dyshuar për spionazh e veprimtari armiqësore dhe për hapje të ideologjive ekstreme fetare në Kosovë, që shkon në ujë të mullinit të interesave të Serbosllavisë, e ndjejmë për obligim të reagojmë qartë, konciz, preciz dhe me përgjegjësi të lartë intelektuale, akademike, fetare dhe kombëtare. Ky rast, siç është raportuar nga media dhe institucionet tona relevante të sigurisë brenda Republikës së Kosovës, ka të bëjë me një person që dyshohet se ka bashkëpunuar me shërbimet e sigurisë të Serbisë.
me qëllim që ta keq përdor fen islame si pretekst për përhapjen e rrymeve dhe të gjitha ideologjive të dëmshme në mesin e rinisë tonë për ta infektu mendjen, intelektin dhe për ta dëmtu fen tonë islame edhe të njëjtën kohë për ta prish imazhin e kombit tonë dhe shtetit tonë të Republikës të Kosovës. Madje ai person në emër të fesë për interesat Serbisë kishte shku madje edhe në Siri, në një luftë që për ne prej fillimit e kemi sqaruar se nuk ka të bëj asgjë me fenë tonë islame, por që është shfrytzuar për agentura të ndryshme kundër fesë tonë dhe kombit tonë shqiptar. Vëllezër besimtar, Islami është fe e paqes, e mëshirës, e respektit, është fe e cila neve na inkurajon, na obligon që ta ruajmë rendin tonë dhe drejtësinë. Islami e mbështet shtetin e Kosovës. Feja jonë islame madje me besimtarët e vetë shumicë absolute në trojet e veta autoktone, lirin, pavarësin dhe shtetësin e Kosovës e ka pagu me gjak. Edhe jemi krenar, prandaj na jemi për institucionet tona të rregullta dhe për sigurinë dhe garancinë dhe komunikimin ndërkombëtar brenda për brenda vëllezërve të gjallët që kanë besime të ndryshme. Ne jemi musliman, të tjerë jemi katolik, ata të tjerë jemi ortodoks, por të gjithë e kemi shqiptarinë e përbashkët. Prandaj kushdo që e trajton institucionin e Kosovës, edhe kushdo që punon për interesat e Serboslavisë, ai është kundër Allahut, është kundër Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe nuk ka vend as në xhami e as në xhenetin e Allahut dhul xhelal. Prandaj, në këtë kontekst, ne si bashkësi islame e përshëndesim veprën e institucioneve tona të Republikës së Kosovës, që e kanë dekonspiru, e kanë zbulu dhe i kanë rënë trag këtyre tradhtorëve, këtyre armiqve, të cilët kanë tentu edhe në të kaluar me na përhap neve ideologji të rreme, kise në emën të Islamit, e në emën të Kur'anit, e në emën të hadithit, për me na përqa edhe me mbjell urrejtje dhe vëllëvrasje në mesin e safave tonë. Prandaj kjo është e papranueshme. Në këtë kontekst, ne vëllezër të dashur i kemi institucionet tona dhe këto institucionet tona ne qysh i kemi themelu me mund ndjerës e gjak, ne do t'i mbrojmë me mund e ndjerës edhe nëse ka nevojë edhe me gjak. Me emrin e Allahut se e kemi hak këtij vendi, dëshmorëve tanë, njerëzve tanë, deri në ditën e Kiametit, atij ku shumë falë. Prandaj këto veprime janë sulm ndaj shtetit, ndaj shoqërisë, dhe sulmi më i madh është ndaj vetë fesë pastër islame që ne e kemi trashëguar që 700 vjet brez pas brezi, edhe gjenerat pas gjenerate, pavgjysh pas pavgjyshi, e na kanë lënë emanet parë tanë dhe ne do t'ja lojmë emanet nipave, e stërnipave, mbesave dhe stërmbesave tona deri në ditën e Kiametit. Të dashur besimtar, ju bëjmë të thirrje të gjithëve, pleqet ri, krahë fëmijë, krejt çka po kjo shqiptari, që të keni kujdes, se nuk keni arsye t'i mbështetni, e sidomos t'i ndëgjoni e t'i përcjellni në media edhe në për rrjetet ndryshme sociale. Se Kosova dhe Shqiptaria kur nuk ka pas hoxhallar më të përgatitur, adhullatar edhe besimtar që kanë frikën e Allahut dhe kanë respektin ndaj Rasulullahit alayhi salatu wassalam, se sa sa. E runa zot të gjejnë tokë të plashme në adhullën tonë, këta njerëz që punojnë për interesa dhe çorçe të caktuara për ta destabilizuar dhe për të na mohu për kacin tonë kombëtare, edhe këtë e bojnë në emën të Islamit, e ata tjerë të bojnë në emën të kombit për me na luftu Islamin,
të dy tabore janë radikale, ekstreme, që nuk I shkojnë për shtati shqiptarit, as në kulturë, as në tradit e as në adet. Prandaj reagimi I kështu I organizuar brenda Bashkisë Islame me të vërtetë është për të përshëndet që popullin ton, xhamatin ton, sa e lypu me kom besimtar, na e lypu me kom edhe të mençur. Sa e lypu me kom të përkushtuar në ibadete, na e lypu me kom edhe abdhëtar. Madje ai I cili nuk është abdhëtar, ai s'ka marrë vesh kurrë për Islamin e tij. Ai I cili nuk është gjendje me mbrojt kombin e tij, nuk është gjendje me mbrojt vatanin e tij. Ai nuk I duhet as xhenetit Allahut ati kof shumë fal. Prandaj ne duhet jemi syçel, o I rini, o besimtar, o vllazni, o të dashurit e mi. A pe vreni një sen që juve duhet një zhukureshtje për me falenderu Allahun. Cili është ai? Ku është ai element? Ku e shihni ju atë virtyt që ju duhet ta zhoni kurreshtën tuaj që ta falenderoni Allahun? A pe vreni vllazër që qysh I thonë para 15 vjetë, para 20 vjetë, I njëjti është fjallimi, e njëjta është porësia, e njëjta është targetimi, e njëjta thirrja është o vllazër, që shumë thonë para 15 vjetë se ato luftra I kanë ngjall agjenturat e huaja për interesat huaja. Në çdo përkrahje e cila buron nga populli për të liruar nga tirania tiranëve, ne e përkrahem. Mirë po, çdo kush mundohet me ke shpërdor lirinë e tjetrit për me mbjell urrëtitje ndaj Islamit, e ndaj lirisë së shprehjes, ne kemi qenë kundër të mbetëm po të njëjtit. Andaj ndëgjoni këtë zonë, pranoni këtë thirrje, edhe perceptoni me shpirt edhe me zemër, kur s'keni me gabu. Ai I cili na ka ndëgjuar, kur s'ka gabu. Ai I cili është rebelu, gjithë ka humb, edhe më e keqe e mundshme, por Zoti ka zboglu se kanë tentuar të tjerët pastaj me marr për pretekst të luftën ndaj Islamit dhe fetarisë në Kosovë me veprimet e izoluara të disa individëve. Mirë po ne do t'i mbetëm besnik kauzës tonë. Dhe në këto fjalë I thojmë jo prej nga frika diku që në tokë, por në këto I thojmë nga respekti dhe frika ndaj atij që është në qiell, ai është Allah, krijuesi I gjithësisë. Dhe ne kështu do të vazhdojmë. Prorë ta mbështesim kauzën që e ka nisë njëri dashëtan qysh në xhaminë e Bayraklis në vitin 1878, që bëhen kongresit gjithë kombëtar për ta mbjellë në trollën e Arbërisë dhe të shqiptarisë shtetin e parë prej vitin 1878 në lidhjen e Prizrenit. E njëjta lidhje, e njëjti rrugtim, I njëjti dashuri, e njëjta respekt të prezentohet. Prandaj të dashurit e mi, edhe vllazën xhamatli, që ju bëj thirrje prej këtij minberi, tuajeni vendin tuaj për hir të Allahut. Qëndroni besnik parimeve të Kur'anit për hapet të Zotit. Çdo thirrje e cila mohon përkatësinë tonë kombëtare, mos e harroni fjalën që po thon. Çdo thirrje që mohon flamurin tonë kombëtar, çdo thirrje që mohon historinë tonë kombëtare, çdo thirrje që mundohet neve si bashkësi muslimane me na përjashtu nga interesi kombëtar, është thirrje anti-islame. Është thirrje anti-islame. Pallaja tjetra e cila mundohet në emër shqiptarisë për na përjashtu neve muslimanëve prej trullit Arbërisë, është anti-shqiptar, edhe është anti-kombëtar. Prandaj ne duhet ta çojmë mirë me vëllezërit tanë të gjakut se shqiptarinë e kemi bashkë, pavarësinë e kemi bashkë, shtetin e kemi bashkë, madje edhe me grupe tjera etnike që jetojnë në Kosovë, të cilët janë paqëdashës, edhe të njëjtën kohë janë paqësorë, do ta gjejmë në kuptimin edhe të institucioneve tona, por edhe të raporteve ndërfishnjësore që I ka pasur dhe I ka trashëguar ky popull prej babgjysh, katragjysh, edhe ne kështu të njëjtën vijë do të qëndrojmë, edhe do të frymojmë, edhe do të ekzistojmë, edhe do të rrugtojmë të gjithë së bashku. Prandaj I lutem Allahut që të na ruaj Allahu institucionet tona, që të rrit vigjilencën e policisë tonë, e inteligjencës tonë, të rrit vigjilencën e ushtrisë tonë, të ruaj aleatët tanë që na ruajnë.
e na ndihmun, e na mundësun të krijojmë institucionet tona. I lutëm Allahut për familjarët e tyre, të cilat i kanë bitë e vijat e tyre në shërbim të paqes në kontingjentet e ndryshme të këforit, këtu brenda dhe kufive tonë të Kosovës dhe kësaj nahije të Ballkanit, që zakonisht në histori gjithmonë ka qenë të razume. Këto fjali të cilat burojnë me ronë të lirë, nuk ka nevojë hidrofar këtë fjallë. Të fjallë të cilat të mburojnë për mësimeve të fjallëve të Zotit. Të fjallë të cilat burojnë për mësimeve të profetit tonë alayhi salatu wassalam. Prandaj ju bëj me dije se tash thirrja mediatike është kur një herë më kulminante për ta shpartalluar, për ta destabilizuar shoqërinë tonë, nuk ka qenë me ndikim dhe influencë më të madhe se sa sot. Prandaj besimtarin nuk e lëkun të lëvizja dhe fortuna e askujt i cili prej kudo që niset ajo frym, a nihet se prej Moskës e gatuhet në kuzhinat e Beligradit, ne shqiptarë do t'i qëndrojmë prore ati mësimit Ahmet Deniz, i cili na ka mësu. Une shkinqen nuk di me full, mirë pa une shkaun e marrveshë shpion i Rusis edhe ot alati dreqit të mallkum dhe kur ati s'ko me i besu. Prandaj ai që ka besë në shka, ai s'ko asimon e asë njërë s'ko të bukon argati vatonit tu. Ju lutëm rinjë bërkuar, qëndroni besnik sa i ka uze. Kjo është pace, kjo është siguri, kjo është garanci, cili garanton identitetin tuaj kombëtar, i cili ja u freskon shpirtin kjo thirrje, ky zon, këto mësime, këto dashamirësi. Prandaj mos e harroni sadakën e pleqve tanë, ndjersën e minatorit, punëtorit, dëshmorëve gjakën e tyre, gjymtyrët e tana që i dhanë për hir të Zotit, që të tylëzoj atë lloj lirë, e tashmas qërë shekulli në vijnë një shpionat e Serboslavisë për me në destabilizu edhe për me në mësu fen, as ka në mujtë në zonësat e Qupër Lavicit me në nëllë rrugtimin tënë të gjëllarve të anë të parë, e as nuk mundën tash ta pas arsit e tyne e Qupër Lavicave dhe plët viqave të tjerë që mundohen me në trupullu ujin tënë të paqe e pim me bismillah dhe i mgopu mushkënit e tënë dhe parkën tënë me elhamdulillah. Andaj qëndroni besnik kësoj thirrje e cila buron nga shpirti, nga zamra, se kështu ne do t'i ecëm përpara. Dijani vlerën ati uji që kemi nxjerrë në ato bunaret e thella të cilat janë të shkuara në të çdo cep të Kosovës, edhe është nxjerrë me mund edhe të njëjtën kohë na kanë ushqyer çdo qelizë të trupit tonë për të frymuar, për të qëndruar si shqiptar, besnik ndaj atë tonë, duke falendëruar krijuesin e gjithësisë, i cili është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim, dhe pikërisht kjo është shkolla Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, që kanë perceptuar bukur mirë hoxhallarët. Mos i ndëgjoni ata pseudo-intelektualet që mbjellin vrerë me ato konceptet e tyre të devijuara, me urrejtjen patologjike ndaj fjalës së Allahut, ndaj Kur'anit, ndaj Sunnetit, edhe këtë halo mazi e bojnë, se e bojnë me emrin të Islamit. E marrin për pretekst një shpion të Serbisë i cili ka punu për interesat e bias, edhe mundohet masanej krejt besimtarë dhe fetarët e dinit tonë islam me i bënu në një test. Kjo është e papranueshme dhe do të mbetet e papranueshme deri në ditën e lahtarisë. Andaj neve na vjen qetësi, dashuri, madje edhe atë dhe dashuri më të madhe. Mos ta çojmë trollin ton, mos ta kthejmë shpinën shtetit ton, po të gjejmë bashkëpunim me institucionet tona relevante të sigurisë, kulturës, në mënyrë që ta çojmë lart e më lart emanetin e dëshmorëve tanë, e kryet dëshmori ju na kalon emanet. Një fjali e ka thonë, krejt tjerat e ka qitë me vepër, edhe vepra e tij kulminante do të mbetet e patjetërsueshme, e pasvrasme deri në ditën e Kiametit. Bes shka s'ka. Prandaj këto monument deri në Kiamet. Çdo interpretim tjetër, çdo rrugtim tjetër do ta tjetërsoj edhe runa Zot do të ndikojnë në asimilimin e rrugtimit tonë përbashkët për të arritur kënaqësinë e Allahut. O Zot, prej këtij mberi po të lutem. Në këtë vend pas 26 vjetë, sot e 26 vjetë s'kena mujtë të fal namazin e xhumas, sepse kemi qenë në shka për Deun në 4 anë të botës. O i madhe Zot, çu shoh ke prish,
kauzës tonë deri në ditën e kiametit. Allah është Zoti i rahmetit e tij, e kuvetin e tij. Prandaj oj shqiptari, nuk lypet me dashur të vënë e juj, veç kur na bën, kur na mësy shkollë me na kllabru troje tona. Por ne duhet ta ruajmë të dashurit e mi paqen, që nëse ka nevojë ta fitojmë luftën. Allahu e ka fuqinë e madhe, prandaj lutem dhe i përgjarohemi në madhërisë e tij. Dojmë të paqes, dojmë mësime të mirësisë, dojmë mësime të begatisë, zgjohemi nga gjumi, oj plesni e bekuar, mos merrni mësimin e gabuar, oj rini e nderuar, por duheni adhëun tuaj se e kemi bë me gjak, me mund, me ndjerës, me ahiralem, me sakrificë. Vallaj me sa. E pinojt Allah me sakrificë. Kërkush nuk me nga familin. Kjo ka buru për i shpirtit me zamënë. Prandaj, qka është kjo rejtje madhe mes neve? Pse është kjo vllavrasje prezente në mesin tonë? Pse na nuk e dojmë njëri tjetrin? Pse na ka hiqë ky hianet në gjakun tonë? Nuk o vend hianeti në gjakun tonë. Nuk o vend tradhtia në sofin tonë. Nuk o vend antikombëtari në xhamin tonë. Ai që nuk e do shqiptarin, ai që nuk e do as islamin. Ai që nuk e respekton islamin, ai nuk e do as shqiptarin. Prandaj bëjmë bashkë atë dhe fe e atë dhe kështu na ka mësu, kështu na ka dhënë amanet, kështu do të vazhdojmë deri në përjetësi. Për këto mundësi i falenderohemi Allahut, krijuesit ton, i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Lëna për këtë pandemi. Allahu xhelal na e ruaj dinin ton, na ruaj shahadetin, na ruaj adhëun, na ruaj fen e kompën për më të kujtueshme. Ai ka mundësi prandaj lutem dhe i përgjigjemi vetëm i cili kur një herë nuk vdes nuk ka lindur. Gjomon e falem të Mulla Fatmiri, e kë në qiti fli këtu disa gjemate, për në erë për respekt. Do të bërë qëtë Mulla Fatmiri. O mirat gjithë. E shala për të mirë. O mirë se ka orë dhe ma lecë Mirë se mojë. u gjetëm. Na kanë në rumër burë. Do të bërë qëtë e ju në ru. Edhe këta vlozit për shkupit të mduket për ju rrej zemra shqiptari këtë krejt. Që në këj bajgu. Digitruna, ta din histin gjithë, denje, ran, kurs një nuk devjen. Knu i bishbruja. Baba i tina shumë burri njoftë, për rreth. Djali jem kongator, ti kujtoj tha me ko kongator, veç o po këno mirë, jo bre birë, ko dë më thonje. Ka dë më thonje? Dë më thonje me e mirë është e kongatarit, me ditë kur mi nise dhe me ditë kur mi nalë. Në një. A pse bob tha mi nalë? Se për te besën e Zotit në qatë të bimë, se dash ma zbohat për ditë. Po njëherë në veta, në 2 vjeta, në 3 vjeta, ka njerëz aty beng që din me ky meqme është një fjallë, një dashmagjie, një krushkë që aty, një fjallë të mirë që se ka një kush, se konga jute rafsh 20 minuta, 30 minuta. Shumë këta 2 burra që i folën, vallaj me pare s'paguhen. Pra, konga jote është nivel, ato zdo me ta hjek. Konga jote është nivel. A këta 2 u përmbajten edhe u përgjigjen ashtu që hoxha i nderuar kërkoj edhe ky popull, ky xhamat është i kënaqur me ta. Juve lutje më e madhe, Allah ju rujt. Amin. Allah ju rujt. Neve kësi njerëz na duhen në për të bime me fol, se jo qifti jam. Ja, të në vëllë. Është ashtu. Që pesave i dostanit, se për malë së shqet që kam. Nga Macedonia, po ky vend çdo ditë thuje po është sikur pranvera kur fillon me cilë me lule dhe ato lule shkoj çdo herë tu i përmesu e tu i zbukurue atë vend, po edhe këtë vend të xhamisë po na zbukuron hoxha Mulla Fatmiri
se pesi herë e pota edhe ma herët fjallën në këtë xhami e kanë ngritur verdien e popullatës këtë për rreth, por edhe po kanë lakmi trevat edhe vendet të tjera për rreth për me orë me na vizitu. Por edhe po lidhna me 2-3 fjallë të tyre, krejt esenca edhe kryesorja e kësaj është karakteri, po edhe që kjo na ka mundu çdo herë çështja e shqiptarisë, që janë merë jo 700, po Gjermoni ka 50.000 shqiptarë i ka gjetë, po ata janë kohë pejderti, s'ka po ka jamojnë shumica, janë me në okupim me dhushit, mirë po emni tyne u gjinë në listën e Gjermonit që i ka 50.000 shqiptarë, por edhe hoxha e nderuar majti një simpozium që u desht Akademia Shkenca, po sidomos mjekësia me majtur kundër drogës dhe zonë të pasjershme, sidomos në shkollë, edhe mire tha para folësi që edukata është roli kryesor i mësuesit, se mundet me pas prindin e taj pak edhe mësuesit deri do të ndonë sa të shkojnë në rrugë të keqe, që edhe aty 50.000 u lidh kjo, 50.000 droga, 50.000 shqiptarë labil, është për neve pak për më mbrojt edhe më afru edhe ata që janë, se ata zbehen me herë gjo dhe me herë si lula, që e rrok verat, edhe ato nuk kanë ujë edhe vyshken. Prandaj, kam një simpati, një respekt për gjithë këta njerëz, për këtë figura, gjithë të treva, inshallah, gjithë atë të kësia e lomë se është dhe kua funit, momenti funit, më vedisu se bol jena me vujte, me sakrifica, e kështu që më të zgjati, kam dëshirë me një fjallë mirë për të shërë amirëve, e fandesh shumë për fjallën e hoxhës. Başka bir tane